Grupi i 7 vendeve më të industrializuara në botë po vijojnë diskutimet në samitin që po mbahet në Francë. Në qendër të agjendës mbeten lufta në Ukrainë dhe zhvillimet në lindjen e mesme. Lidhur me këtë të fundit, vëmendje të veçantë po merr marrëveshja mes SBA-s dhe Iranit, e cila synon të jap fund tensioneve në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një nga pikat kryesore të UIDIS është garancia që Iranit mos pajiset kurrë me armë bërthamore, ndërsa shprehu bindjen se faza e ardhshme e negociatave do të jetë më e lehtë. E gjatë takimit me emirin e shtetit të Katarit, shefi i Shtëpisë së Bardhë bëri thirrje kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të tregojë më shumë përgjegjësi ndaj Libanit. Nuk është e nevojshme të shembi një ndërtesë banimi të tërë, sa herë që jeni në kërkim të një personi, sepse në ato ndërtesa jetojnë shumë njerëz dhe jo të gjithë janë pjesëtarë të Hezbollahut. E tani që çështja me Iranin gati sa ka përfunduar, Trumpi u shpreh se do ta rikthejë vëmendjen te Ukraina për të parë nëse mund të arrijnë një marrëveshje edhe atje.